Kam sjellë recetën e pandishponjës për përgatitjen e tortëve, cila bëhet e butë si singer, përgatitja ekonomike e thjeshtë, nuk ju merr shumë kohë, besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e pandishponit, vërtet bëhet shumë mirë, i thjesht, i lehtë për përgatitje, mbi të gjitha ekonomik dhe mund ta shfrytëzoni për përgatitjen e çfarëdo lloji tortesh, ditëlindjesh, dhuratë, ta bëni mbushjen brenda me fruta, varet se si doni ju. Për një tepsi me numër 24 kallapi duhet jetë, na nevojiten këto masa. 6 vezë, vezët duhet të qëndrojnë më së paku në ambient dhume për 3-4 orë, tashmori ndajmë të verdhat nga të bardhat. Të bardhat i hedhim në njërin enë, kurse të verdhat në një enë tjetër. Patjetër të dy enët që bëjmë ndarjen e vezës dhe duhen të jenë të mëdha, sepse kur t'i rrohim me mikser do ju rritet volumi dhe duhet kenë hapësirë. Me kujdes i ndajmë të bardhat nga të vezat, që asnjë ngrimc nga e verdha mos të vjedh tek të bardhat e vezës. Kështu në këtë mënyrë bëjmë ndarjen e gjithë vezëve. Kam harruar që të cek se vezët patjetër duhet jenë të freskëta, nuk duhet të jenë më gjatë të qëndrojnë në frigorifer, të blera më njëherë në market apo me vezë fshati, më të freskëta më mirë do jetë. Kështu në këtë mënyrë bëjmë ndarjen e gjithë vezëve. Pasi kam bërë ndarjen, ju shtoj shumë pak krip, dikon krip me maja giqtash. Dhe filloj që të bëj rrahjen, i rrahi dikon rreth 3-4 minuta me mikser. Kam rrahur të bardhat e vezës derisa është bërë kjo shkuma. Tash e shtojna 300 gram me sheqer. Ja shtojna një vanilë sheqeri për aromë dhe masën përsëri e rrahi mirë me mikser. Kemi rrahur të bardhat e vezës me sheqerin mirë, derisa shformu një shkumë e fortë e cila nuk largohet nga ena. Tash morim të verdhat e vezës dhe i rrahim dhe të verdhat e vezës mirë me mikser, derisa fillojnë që të bëhet një shkumë. Kam përzije mirë të verdhat e vezës, tash ja shtoj një gotë 110 ml me ujë të ngrohtë dhe përsëri masën e përzij mirë. Kam përzij masën mirë, tash ja shtojna millin, gjithsej mill do i shtojna një gotë e gjysmë, gotat 200 ml, i hedhi kështu në një kullojz, të dy gotat me mill. Ja shtojna një pluhur për pjekje, paketimi 15 gramësh, dhe sisim millin, më mirë do përhapet pluhuri për pjekje. Tash ja shtojna gjys gote me një sheste.
Ja shtojna 2 lugë gjelle me kakao. Kakao mund që dhe mos t'i shtoni, qofse doni ta bëni një ngjyrë të bardhë. Dhe kështu e tundin kullojsen që të dale një shesta dhe kakao pa topë. Më mirë do del do përhapet dhe për mos. Ja si kanë ngelur toptat dhe do e prish më pas pandishponjën. Tash masën përsëri e përzi mirë me mikser. Kam përzi herë masën mirë, si që vëreni është bërë një masë e trash, në qoftë se nuk ju bëhet kështu e lëngshme, atëherë ja hedhni dhe pak ujë të vakët, sepse asnjëherë nuk dihet vij fiks për shkak të markës së millit, dhe njëherë milli është i llojit më i trash. Tash masën e kaloj tek të bardhat e vezës, kështu me anë të një shpakulle. I bëjmë bashkë të dyja. I përzijmë njëkohësisht, hedhim nga masa, me anë të shpakullës bëjmë përzierjen. Shtojmë një pjesë përzi, përsëri pjesën tjetër. Përzi, kështu në këtë mënyrë e hedhim gjithë masën. Kam përzier mirë masën, derisa të dy kremat janë bashkuar mirë. Tash masën e kaloj në tepsinë për pjekje. Unë kështu tek tepsinja e shporetit elektrik kam vendosur një letër për pjekje tek pjesa e poshtme dhe kam vendosur kallëpin. Kallëpin e kam bërë në masinë 24 cm. Dhe rreth kallëpit përsëri kam vendosur letër për pjekje. Letrën për pjekje e kam bërë me vaj dhe është ngjitur për kallëpin, që më lehtë më pas ta largojna pandishponjën, kështu nga kallëpi. Tash e kalojna brumin. Mundohem ta kaloj gjithë masën. Gjatë kohës përgatitjes e nxeni furrën në temperaturën 180 gradë, sepse furra duhet të jetë e nxehur mirë. Dhe pandishponjën e pjekim në temperaturën 180 gradë rreth 50 minuta. Pandishponjën e kam largu nga furra, ka dalë shumë mirë. Tash marrim dhe e kthejmë nga ana kështu tjetër, nga ana e poshtme, dhe ja largoj këtë letrën. Mirë po e lajmë një herë që të ftohet mirë dhe më lehtë do i largohet letra për pjekje që të ftohet mirë. Pandishponja është ftohur, ja largojna letrën për pjekje. E largojmë kështu kallëpin, ka dalë shumë e mirë. Ja largojmë dhe ansorët e letrës. Shumë e mirë ka dalë, e butë, vëreni vetë se sysi nger ka dalë. Tash vetëm se do bëjmë ndarjen, marrim një thikë të mbret dhe e ndajmë në kate. Shumë lehtë bëhet ndarja, sepse është bërë e mirë sysi nger. Kur të është e nxehtë asesi mos bëni ndarjen, vetëm se duhet të keni kujdes kur bëjmë ndarjen në kate.
Kam ndarë pjesën e parë, ka dalë shumë mirë. Tash do bëjmë ndarjen e dytë. Kam ndarë dhe katin e dytë. Ja, pra, ka dalë shumë mirë, tamam e përshtatshme për 3 katet tortës. Besoj se u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si unë e kam përgatit pandishponjen për përgatitjen e tortëve të ndryshme. Mund ta mbushni me çfarëdo lloj kremi, gjithçka që përgatisni në këtë mënyrë ju bëhet mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Janë Mbymbeci nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.